Zoti Azizaj, mirëmëngjes. Mirë se erdhët sot në Radio Televizionin Shqiptar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, avokat. Faleminderit që jeni këtu sot dhe kënaqësi. Dua t'ju pyes në radhë të parë, si e parashikon në Kodi Penal aktin e ditës së djeshme, një vrasje me paramendim në gjykimin tuaj, mund të cilësohet e tillë dhe sa dënohet sipas Kodit Penal në Republikën e Shqipërisë? Së pare unë desha dhe shpreja në ushtrimet e mia familjes edhe kolegëve të zotë Kalaja. Në momenti për cilën ju pyesi, ka të lidhje me veprimin e organin procedural të hetimit dhe më pas të gjykatës. Kështu që thjeshtazia ajo është e parashikuar në Kodin Penal se përket në 79 për vrasjen me dashje dhe të funksionarëve publik, të cilat parashikohen dënime apo mazhe shumë të rënda duke vajtur deri në dënimin e përjetshëm. Kjo vepër penale padyshim është një nga veprat më të rënda që parashikon Kodi Penal dhe mazhet më të rënda që parashikon Kodi Penal se përket dënimit të kësaj vepre penale. Themeli i ndryshimeve ligjore që kanë pasuar mbas viteve 2017 është fakti që shteti në një farë mënyrë është investuar për të parandaluar dhe për të frenuar, për të ndaluar të gjitha veprat penale ndaj funksionarëve që janë në ushtrim të detyrës tyre, siç janë gjyqtarët, funksionarët e drejtësisë, edhe prokurori dhe mbrojtësi ligjor apo avokati, apo dhe funksionarët e tjerë publik. Situata në të cilën ndodhemi, pra e cila vjen për pasojë të vrasjes një gjyqtari veçanërisht në ushtrim të kryes së detyrës së tyre, këtij është një situatë shumë e rëndë, e cila kërkon të vlerësohen shumë aspekte apo momente të tjera rrethana të cilat lidhen edhe me paragjykimin që kanë qytetarë shqiptar, ndoshta për shkak të papjekurisë në raport me drejtësinë, pra paragjykimin që kanë ata ndaj drejtësisë dhe dhënies së drejtësisë, ka të bëjë edhe me atmosferën politike ose polarizimin politik shumë të thelluar që ka Shqipëria. Ka të bëjë me presionin politik që ushtrohet ndaj gjykatave dhe punonjësve të drejtësisë në përgjithësi, duke mos u kuptuar që edhe ky shërbim i duhet shoqërisë, ka të bëjë edhe me rolin e mediave që shpeshherë si ato vizive, audiovizive, ato dhe rrjetet sociale, të cilat përgjithsisht janë përqendruar vetëm në pjesën më të errët të veprimtarisë së organeve publike, veçanërisht të gjyqësorit. I gjithë ky kompleks faktorësh e ka bërë aktorin që merret me drejtësinë të jetë në këndin e fundit për të trajtuar në mënyrën se si ai shërben. Prandaj nuk duhet parë si situatë e cila vjen ndaj njeriu, por duhet parë si situatë që vjen ndaj një pushteti në përgjithësi. Dhe ju jeni të pranishëm, njëkohësisht jeni dhe audienca më kryesore për të kuptuar elementet që unë tash më parë. Ndaj edhe pushteti legjislativ, edhe organet e tjera kanë nismuar me kohë dënimin e këtyre veprave penale, duke i parë ato jo vetëm për nga rrezikshmëria, por duke i parë edhe për nga pasojat që ato sjellin në shoqërinë shqiptare. E kuptoj. A do të ketë fund ky problem? Unë mendoj që raporti midis drejtësisë dhe padrejtësisë ka të bëjë me të drejtën në përgjithësi. Dhe ky konflikt midis të mos kuptuarit dhe ekzistencës së një pushteti, siç është ai delikat i drejtësisë, ka patur, ka dhe do të ketë gjithmonë konflikte të tilla, do ketë pasojë të tilla. Derisa njerëzit në përgjithësi, qytetarët në përgjithësi, populli të ketë një vështrim më të qartë mbi atë çfarë kërkon, mbi atë çfarë bëhet, si zgjidhet dhe mbi pasojën që sjell zgjidhja. E kuptoj. Avokat, për sa kohë autori i krimit e ka pranuar se e ka kryer këtë për shkak se ishte palë në proces, sa do ndikojë kjo nga pikpamja procedurale juridike për të dhënë drejtësi për këtë rast? Dhe pyetjen e dytë që kam në vazhdimsi është, a do të ndikojë kjo në përgjithësi në sistemin e drejtësisë si ngjarje për të friksuar trupën gjyqësore dhe njerëzit që vendosin me çekiç dhënien e drejtësisë në këtë vend? Unë mendoj që
duke u përgjigjur pyetjes së parë, a do të sjellë drejtësia njëriësi për të dhënë të drejtën edhe kur ndodhin gjëra të tilla, ishte pyetja juaj. Po, fakti që ai e ka planuar krimin. Sa do të ndikojë në ecurinë e procesit? Unë mendoj që është detyrë e organit procedural të hetimit, prokurorisë, është detyrë e gjykatës për të meqenëse se jemi në kushte të flagrancës dhe pranimit të fajësisë, edhe identifikimit të qartëve të provave për ecurinë e Sanxharit në ditën e dieshme, mendoj që do japë një përgjigje të shpejtë për këtë autorit dhe identifikimit të rrethanave pse ka ndodhur kjo gjë. Kështu që nuk mendoj që do ketë një proces kalvar të gjatë për zgjidhjen e identifikimin e rrethanave të autorit edhe të pasojave që ka autori për këtë vepër penale. Momenti i dytë ka të bëjë me a do të ketë besim qytetarë shqiptarë më pas të drejtësia, po... Dhe a janë të friksuar sot gjyqtarët në këtë vend, pas kësaj ngjarje? A duhet ndihen të friksuar? Përgjigja është fare normale për të thënë po, sepse çdo njeriu që në ushtrim të funksionit publik i rrezikohet jeta, ose në këtë kategori të kufizuar njerëzit që janë gjyqtarë dhe prokurorë, që nuk janë më shumë se sa 600 apo 700, padyshim do ndihen jo vetëm të friksuar, por edhe të dekurajuar për detyrën që ata ushtrojnë. Do të ndihen, siç kanë kohë që ndihen të pambrojtur, për shkak të presioneve të ndryshme pa identifikuar ato, se ju i dini më mirë. Edhe sot është shfaqja më e qartë e pamundësisë për të vepruar në paanësi në një standard normal të punës tyre për të dhënë drejtësi. Padyshim sot gjyqtarët dhe prokurorët ndjehen më të pambrojtur se kur, është fare normale kjo, dhe gjithë aktorët e drejtësisë, kur ndodh një ngjarje në sallën e gjykimit, për shkaqe nga më ndryshme, sepse unë nuk kam ndërmend të identifikoj, është detyrë organit të prokurorisë dhe jam prokuror. Padyshim që kur është identifikuar qartësi që kjo vrasje ka ndodhur në ambientet e punës, nuk mundet dhe nuk ka sesi që gjyqtarët, prokurorët dhe mbrojtja ligjore të jetë e qetë në raport me situatën në cilën ata punojnë. A ka nevojë shoqëria shqiptare për një reflektim, avokat, pas kësaj ngjarje? Edhe duke marrë shkas nga deklarata e vetë gjyqtarëve të gjykatës së apelit, kolegu i cilëve u vra tragjikisht gjatë ditës djeshme, të cilët kërkuan të ndalet gjua e dhunës, etiketimet, sulmet ndaj gjyqtarëve? Shoqëria shqiptare duhet të ndryshojë, po pikë së pari duhet të ndryshojë politika në raport me sjelljen e saj ndaj pushtetit gjyqësor. Edhe një pa identifikuar në mënyrë të qartë se kush nga politika, kush nga thellimi i polarizimit politik mbi shoqërinë dhe mbi drejtësinë ka ndikuar në sjelljen e kësaj pasoje si dita e djeshme, kjo s'ka rëndësi ose do një analizë të plotë, e cila në mënyrë sipërfaqësore dhe esenciale është e qartë se kush e bën, dihet që shoqëria shqiptare tani ndodhet në standardet e perceptimit më të ulët mbi drejtësinë. Ajo që ka mua më shqetëson është që dhe pas reformës së drejtësisë që ndodhi në vitin 2016, përsëri krijuesit dhe ata që aplikuan këtë nuk sollën një risi të përmirësimit të perceptimit të qytetarëve shqiptarë në drejtësinë. Cilat janë arsyet? Janë arsye politike? Pse jo? Duhet pranuar kjo. Janë arsye të polarizimit të shoqërisë? Pse jo? Duhet pranuar. Janë arsye të pamundësisë së njerëzve për të përfituar nga prona e tyre dhe rritja e konfliktit për pronësinë? Pse jo? Duhet pranuar dhe kjo. Janë arsye të standardit të ulët arsimor të qytetarëve shqiptarë? Pse jo? Duhet pranuar. Ju shikoni në universitetet në çfarë standardi janë dhe sa është numri studentëve. Pra në përgjithësi në makro, kuptohet që shoqëria shqiptare është rrëzuar në standardet e saj intelektual dhe padyshim ka një standard të ulët të perceptimit mbi drejtësinë dhe të besimit ndaj saj. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam për sistemin e sigurisë në gjykatat shqiptare.
Ajo çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme sigurisht do të marrë kohën e vet procesi i hetimit për të kuptuar shkaqet që çuan deri në aktin final, që është ajo që ne pam, ajo që pa publiku, pra qëllimin e një gjyqtari në sallën e gjyqit në momentin që jep vendimin, por në fakt për të kuptuar përtej asaj ju jeni avokat dhe keni të bëni shpesh me strukturat fizike të sistemit të drejtësisë, me hyrje dalje në sistemin gjyqësor në gjykatat e vendit. Çfarë ndodh me sistemin e sigurisë, avokat? Kush e kontrollon? Kush mban përgjegjësi? Ka që thjesht qënë ka të hysh brenda një gjykate me një armë? Para viteve 2020, të sistemi e sigurisë e mbulonte policia e shtetit. Më pas, për shkak të edhe në vitin 2017, mos gaboj me ndryshimet për policinë e shtetit, por edhe në 2020 për shkak të një vendimi Këshillit të Ministrave, ju la identifikimi dhe sigurimi i mjedisëve të gjykarave, vetë gjykarave për të zgjedhur kompaninë private për të ruajtur ambientet e brendshme të qytetarëve dhe të aktorëve të drejtësisë. Por unë do thosha që në përgjithësi sistemi sigurisë ose siguria e qytetarëve ka të shënduar, nuk është në standardin si në duar, por kjo ka të bëjë edhe me garancinë juridike në përgjithësi të qytetarit shqiptar, garancitë të siguruara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe nga ligjet veçanta. Pra nuk duhet parë si një element i veçantë që gjykatat nuk kanë siguri dhe rruga ka siguri. Gjykatat nuk kanë siguri dhe spitali nuk ka siguri. Gjykatat nuk kanë siguri dhe malet kanë siguri. Gjykatat nuk kanë siguri dhe shtëpit kanë siguri. E qartë, pra ju thoni që është një proces që duhet parë, panorama duhet parë në të tërën. Gjitha, sepse një shoqëri e sigurt, kjo është fare normale dhe duhet bërë deduksioni ashtu siç duhet. Një shoqëri e sigurt sjell gjykata të sigurta. Një shoqëri e sigurt sjell spitale të sigurta. Dhe një shoqëri e sigurt sjell arsim të sigurt. Tek ne, në përgjithësi ka rënë siguria publike. Dhe sa do të mund të rregullosh një sektor brenda pasigurisë publike, ti përsëri je i pasigurt. Okej, nuk ndodh në gjykatë, po ndodh në ambientin e jashtëm, ndodh në rrugë, ndodh në shtëpi, ndodh në e kudo tjetër. Që do të thotë që duhet padyshim të ketë një përmirësim të mëtejshëm të sigurisë publike. A do të ndodhë kjo për shkak të pesë etanave që unë thash më parë? Polarizimi, presioni, mënyra e shfrenuar e urrejtjes të media, etj. Padyshim e bëjnë të vështirë sjelljen e sigurisë publike. Po marrën të veçantë tashmë çështjen e sigurisë gjykare. Çalon fakti që solli këtë pasojë, nuk ka qenë në drejtimin e dur, ose nuk ka sjell risinë e dur, sigurinë e dur, identifikimi i kompanive private të ruajtjes dhe sigurimit të ambienteve të personave pranë gjykatave, që do sjell ndryshimin e menjëhershëm, mendoj nga Këshilli i Ministrave. E kuptoj. Avokat, falenderit shumë që ishte sot me teleshikuesit e Radio Televizionit Shqiptar për kontributin tuaj që dhat me refleksionet dhe mendimet tuaja rreth kësaj ngjarje të rëndë dhe shpresoj të kemi herë të tjera në emisionin Mirëmëngjes Shqipëri. Faleminderit. Ditë të mbarë.